Shumë nga ne besojmë sot edhe mundohemi besimi ynë të jetë pjesë e jetës tonë. Besimi ynë të jetë pjesë e marrëdhënies tonë. Besimi ynë të jetë pjesë e shpëtimit tonë. Mirë po, e vërtetë është në shumë raste harrojmë që besimi kërkon edhe dëshminë tonë. Dëshmia flet përpara besimit, sepse në rast se ti thua unë besoj, por nuk e dëshmon atë gjë, do të thotë që besimi yt është i vdekur. Do të thotë që dëshmia jote nuk ka vepra. Do thotë që dëshmia jote nuk ka fryte. Do thotë që dëshmia jote nuk ka drejtim. Sepse shumë nga ne sot duam të ecim në fitore. Duam të kemi një marrëdhënie më të fortë. Por fjala e Perëndis na mëson që fitoria vjen nëpërmjet dëshmisë tonë, sepse dëshmia flet para fitores. Shumë nga ne sot vjen një moshë, një moment dhe themi ka ardhur momenti të martohem dhe dëshmon unë duhet martohem. Kjo dëshmi ty nuk të le gjithmonë, dëshmon. Si përfundim kjo bëhet çfarë? Realitet. Dikush nga ju thotë që shko, unë duhet të bëhem një inxhinier për shembull. Do të bëhem inxhinier edhe e dëshmon këtë gjë edhe e beson në të njëjtën kohë. Dhe vjen momenti kur e shikon veten ti inxhinier. Me pak fjalë, dëshmia që ti flet është rruga për fitoren. Po, shumë nga ne sot mund të kalosh një situatë, mund të kalosh një sprovë. Çfarëdo qoftë, mund të jetë sëmundje, mund të jetë një mosmarrveshje, mund të jetë një dyshim, edhe harrojmë që neve duhet të dëshmojmë. Çfarë duhet të dëshmojmë? Shërohem apo nuk shërohem, Jezusi është shëruesi im. Harri apo nuk harri atje ku duhet të harri, Jezusi është drejtuesi im. Jam i varfër sot, unë e di që Jezusi është bekimi im. Jam i humbur sot, unë e di që Jezusi më ka gjetur. Kjo është dëshmia e një besimtari. Dëshmia lufton për një njeri, dëshmia lufton për besimtarët sot. Por nëse ti thua që shiko, unë jam i sëmur tani, kam kaq vite me këtë sëmundje. Zoti s'po më shëron. Ku është Zoti? Pse Zoti nuk vepron në jetën time? Kam shkuar në kish, kam adhuruar Zotin, kam bërë gjithçka që është e mundur. Po ku është Zoti? Kjo lloj dëshmie është dëshmi humbje dhe jo fitore. Është dëshmi që ti po flet për humbjen tënde, po jo për fitoren tënde. Edhe kur ti dëshmon humbjen, pastaj fillon djalli vjen edhe merr nga jeta jote. Ti po dëshmon humbjen dhe jo fitore. Por fjala e Perëndis na mëson të gjithë heronjtë e besimit e fituan luftën e tyre nëpërmjet gjakut të qengjit dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre. Çdo të thotë, ata dëshmuan edhe në për situata të vështira, edhe në për burgime, ata dëshmuan. Dëshmuan çfarë? Dëshmuan Zotin e tyre. Dëshmuan që shiko, unë mbase jam në pranga, por Zoti është çliruesi im. Unë mbase jam i sëmur, por Zoti është shëruesi im. Unë mbase jam në dhimbje, por Zoti është çfarë? Inkurajuesi im. Kto duhet të ketë një dëshmitar i vërtet, një njeri që vërtet e ka dhënë jetën Jezusit, një njeri vërtet që ecën në Jezusin. Me çfarëdo lloj problemi, situate që ai mund të përballet, dëshmia e tij gjithmonë rrëfen çfarë? Shërimin, dhe jo sëmundjen. Dëshmia e tij të rrëfen gjithmonë çfarë? Fitoren dhe jo humbjen. Në momentin që fjala e Perëndis bëhet pjesë e jetës tënde, atëherë fitoria është e jotja. Kështu që dëshmia është rruga drejt fitores. Le të shkojmë të lexojmë tek libri i Jobit. Mbasi djalli shkatërroi gjithçka në familjen e Jobit edhe la vetëm me gruan. I vrau fëmijët, shërbëtorët, i shkatërroi komplet pasurinë. Filluan njerëzit që kishin përreth ta gjykonin, filluan njerëzit që kishte përreth ta mohonin, e lanë të gjithë, ngeli vetëm me gruan, edhe erdhi në këtë situatë. Do thotë që ky s'ka Zot. Do thotë që ky nuk po ecën me Zotin. Do thotë që gjithçka që bëri ky e bëri me aftësinë e tij. Gjithçka që bëri ky e bëri me zuarsinë e tij. Gruaja e kishte humbur betejën e saj. Nuk mund të kuptonte që kjo ishte një sprovë, sepse e humbi betejën. Betejën e kujt? E dëshmisë. Betejën që Jobi tha, Zoti i dha, Zoti mori. Le të lavdërohet emri i tij, tha. Kjo ishte dëshmia e Jobit. Shko çfarë dëshmoi? Çfarë kërkonte djalli të dëshmonte dhe shoh çfarë dëshmoi Jobi. I sëmur, i mohuar, në dhimbje sipër. Çfarë bëri djalli? Gjeti dhe gruan e tij që humbi betejën dhe tha, "Hoj një çik tani të mallkoj Zotin dhe të vdes." Çu i tha djalli? Edhe ajo foli. Dhe foli tha, "Akoma tha, ti qëndron në dëshmërinë tënde? Mallko Zotin dhe vdes."
Se u lodhëm. Imagjinoje, sot neve kemi një diçka të vogël, edhe harrojmë të shkojmë tek Zoti. Harrojmë të dëshmojmë që shko. Mund jemi së mur, po Zoti është çfarë? Shëruesi im. Edhe them, aman, doktor ku je? Ku je doktor? Edhe fillon pastaj, edhe ti shqetësohesh, fillon veten në shtëpi, jam e sëmur, jam i sëmur. Ata të shtëpisë ti para 1 javë, 2 javë i kishe folur për Zotin. Për Zoti është kështu, Zoti është kështu, atë në kish, sepse Zoti të do, Zoti të shëron. Fillon edhe ankohesh. Harrove të dëshmosh përpara fitores tënde. Fillon pastaj hyn fryma e frikës, fryma e mosbesimit, hyn te ty, edhe ti mund të shkosh edhe në kish, por puna është çfarë dëshmon ti? Çfarë dëshmon goja jote? Kush është pozicioni yt përpara Perëndis? Je fëmijë Perëndis nga fillimi deri në fund? Je fëmijë Perëndis në të këqija dhe në të mira? Je fëmijë Perëndis në tundime? Je fëmijë Perëndis në burgime? Je fëmijë Perëndis në mohime? Apo i përulesh situatave? Apo harron Zotin? Marrëdhënia jote me Zotin duhet të jetë më e fortë në sprovën tënde. Pse? Sepse djalli do vi, do mundohet, do vi të provoj, do vi të sprovoj, do vi të bëj gjithçka që është e mundur që ai të heqë ty nga prania e Perëndis, të heqë ty nga fitoria jote. Heronjtë e besimit, të gjithë këta që ishin në Bibël, përpara se ata të merrnin fitoren, dëshmonin. I thonë njëri tjetrit, në momentin e sprovës duhet dëshmia jote, se mbas dëshmisë tënde fshihet fitoria jote. Le të shkojmë tek Zbulesa, kapitulli 12 dhe vargu 11. Dhe thotë: "Dhe ata fituan atë me anë të gjakut të qengjit dhe me anë të fjalës së dëshmisë së tyre, dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje." Flet për dëshmitarët këtu, për dëshmitarët e besimit, që ai mund të jesh edhe ti sot, sepse dhe ata njerëz ishin në mish. Kjo duhet të udhëheqë ty, dëshmia si besimtar. Unë të inkurajoj sot, në qoftë se do të ecësh në fitore, duhet të dëshmosh fitore.